duhet disa ajete që kanë ndikim të veçantë te ti, që janë për situata caktuara ti kesh të gatshme. Ti kesh shënuar në telefonin tënd, apo që për shembull, disa ajete që flasin se njerëz flasin për ty. Jo për ty si njerëz, si emër, si përveçëm. Po njerëzit për shembull përgojojnë, njerëzit shpifin, ka shpif për Allahun dhe për pejgamberin. A di sot dikujnë këtë jetë kur ti për shembull dëgjon se po akuzohesh padrejtisht, po flasin padrejtisht, në moment i qel edhe i zonë apo. Shumë qetësohesh apo. Për rrezikun, për shembull, sa ka jetë se rreziku në dorë të Allahut është. Dhe Allahu furnizon çdo kafshë, çdo krijesë, nuk e lën as kanash. Sa kemi më inkraju situata caktuara se rreziku në dorë të Allahut, vdekja në dorë të Allahut e kështu me radhë. Prandaj ka jetë që duhet me i pas para veti. Për veten ti, për konsumin tënd personal. E këto janë të përgjithshme për gjithë besimtarët. Janë kuptime që duhet të kemi parasysh që në situata caktuara të rikujtojmë dhe të kemi pranë vetes tonë. E për të tilla duhet të jenë të ngulitura, jo vetëm të lezuara. Të ngulitura që pavarësisht goditjes, pavarësisht tronditjes, pavarësisht çdo situatë ti e ke fuqinë rikujtimit të këtyre ajeteve, kuptimeve që dalin nga këto ajete.